Gazmend Braçi, një nga vëllezërit e përfolur mediatikisht në ngjarjen e rëndë të vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarçit, ka reaguar për gazetarin Alton Qyno, duke shprehur dhimbje dhe zhgënjim të thellë mbi atë çfarë ka ndodhur, jo vetëm me mikun e tij të ngushtë, por edhe me vetë emrin e familjes së tij, që u lakuan në shumë media si autor të krimit. Përmes një bisede telefonike, Gazmend Braçi është shprehur se ndihet i lehtësuar që policia e Gjirokastrës ka zbardhur ngjarjen dhe ka identifikuar autorin e vrasjes së shokut të tij të ngushtë italian. Ai shpreson që tashmë ka mber sulej të lokalizohet dhe arrestohet nga policia për të zbardhur totalisht krimin e rëndë. Tashmë ndihemi të gjithë të lehtësuar dhe po shpresojmë duke bashkëpunuar me policinë e shtetit që autori të lokalizohet dhe arrestohet, që nga momenti kur ka ndodhur ngjarja në prezencën tonë, ne, unë, babai dhe vëllai, kemi qenë në dispozicion të policisë, duke bashkëpunuar dhe treguar çfarë ndodhi atë natë, është shprehur ortaku i italianit të ndjerë. Ky i fundit tha se Edoardo Sarçi ishte një mik i vjetër i familjes tonë dhe kjo marrëdhënie njerëzore kishte vite që ishte ndërtuar, jo vetëm për shkak të biznesit, por edhe për shkak të miqësisë dhe respektit reciprok. Mëtej Braçi ka shtuar se ka qenë në dispozicion të policisë, duke ndihmuar grupin e hetimit me detaje konkrete mbi dinamikën e konfliktit, pasi ai ka qenë në vendngjarje dhe jo vëllai i tij Danieli. Unë dhe sot kam shkuar në polici, ku kam bashkëpunuar me grupin e hetimit. Nuk kishim asgjë për të fshehur për këtë ngjarje të rëndë, ku ne na u vra miku jon, ka rrëfyer Gazmend Braçi. Braçi shpreh tejet e zhgënjur me raportimin e disa mediave në Shqipëri, të cilat për gati 24 orë me radhë sulmuan ata dhe anëtarë të familjes së tij, duke dalë në konkluzionin se ata ishin autorët e krimit të rëndë. Ne s'kemi dhënë asnjë dëshmi kontradiktore në polici me qëllim për të fshehur krimin. Ne kemi treguar gjithçka që dinim dhe kishim interes të zbardhnim ngjarjen e rëndë që i ndodhi mikut ton. Shumë nga mediat më bën mua, vëllain dhe babain autor të krimit. Po si mund të ishim ne tre anëtarë të një familje, autor të vrasjes së mikut ton? Si mund të imagjinoj kjo? Si ne dhe miku jon Eduardo jemi vrarë 100 herë nga media. Më vjen mirë që tashmë ngjarja është zbardhur nga policia dhe për këtë gjë dua të falenderoj policinë Gjirokastër që zbardhi ngjarjen në kohë rekord. Tani pres që ato media që na akuzuan të mbajnë një qendrim dhe të kërkojnë ndjes, duke fshirë të gjitha shkrimet abuzive, shprehet Gazmend Braçi. Braçi dhe miku i tij Edoardo Sarçi kishin dalë në fundjavë për gjah në zonën e Salaris në Tepelen, ku pas një konflikti për dritat e gjata të makinës dhe një parakalimi, janë konfliktuar me Kamber Sulejn, i cili fillimisht kërcënoi me fjalët: "Jam nga Vlora, nuk më njihni mua kush jam." Pas disa minutash, ky person nga Vlora ka filluar të qellojë 3 herë me armë zjarri nga një distancë e largët, duke sjellë vdekjen e Edoardo Sarçit, pasi një plumb i ka prerë arterien kryesore të këmbës. Aktualisht Kamber Sulej është shpallur në kërkim nga policia, pasi gjykata e Gjirokastrës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për akuzën e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese dhe mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit.